Njerë kur kam parë një shfaqje në një sallë të vogël në Tiranë. Për ata që kanë qenë në Tiranë, është një sallë Teatri Metropolit quhet, është një sallë shumë e vogël, e cila ka vetëm një derë. Një derë, 1,50. Aty njerëzit hyjnë, aty njerëzit dhe dalin. Dhe ulem dhe 10 minuta përpara shfaqjes kisha gruan këtu, dhe këti nga krau tjetër kisha një grua tjetër që ishte 3 herë sa gruaja ime. Dhe po shikoja sallën kështu edhe po mendoja. Po si kur të bjerë zjarë. Dhe i them gruas time. Thash, gru, si ta pret meni aty, nëse bjen zjarë, dhe gjithë përpiqemi dalim ke dera. Dhe kjo gruaja na del përpara, pengohet dhe na zë derën. Si thua, kemi fuqinë ta ngrem domethënë apo mund të kpusim mish? Dhe gruaja që mu kthye dhe më tha, të njëjtën shprehje që ma thot zakonisht, ati e trap, më tha. Të kuptohemi, ma thot me përkëdheli. Nuk është se më shanë. Në qëra fjalla, gruaja ime është këtu. Ajo është aktore si unë dhe me qëra fjalla, ajo i lexon gjithmonë tekstet e stand-upit përpara se unë të dalë në shfaqje. Pra i bën një check-up. Check-up thuhet? Jo ketchup, check-up. E merë për shumë, ja dhash tekstin e kësaj nate. Ta lexonte, e lexoi dhe kësa rriti ke kjo pjesa, gruaja më tha ti e trap, qeshi, u kthye nga unë, ma bëri kështu. Po, tefta, e bëri. Me përkëdheli, kuptohet, dhe pastaj nuk qeshi më. Kuptohet që ajo më ndihmon, sigurisht më ndihmon, por edhe unë përpiqem ta ndihmoj shumë, ta ndihmoj sidomos në punë të shtëpisë, kuptohet. Nuk e kuptoj pse gjithmonë qeshi kur e them këtë në stand-upet e mia, përpiqem ta ndihmoj gruan në punë të shtëpisë. Po sigurisht e ndihmoj sepse jam i gjatë. Perdet, kështu gjëra çan, çan gjëra kështu që duan gjatësi. Por sidomos e ndihmoj në kuzhinë. Juve se opret mendja, për shembull, po kur gruaja ime Suela ka vënë për shembull fasule të zjarrit dhe është në dhomë në gjumi duke e kurosur, dhe thotë Romir, urdhë, shko dhe shikoje pak gjellën. Edhe unë shkoj me vrap të soba. Dhe shikoj gjellën. Mas gjysmore, mas 1 ore vjen dhe thot, ç'po bën? Po shikoj gjellën. Ati e trap, thot, me përkëdheli, pra. Gjella nuk shikohet ashtu, gjella shikohet për krip, jetë krip, ka krip, s'ka krip, kupton? Kështu që në këtë sens, do me thënë, unë ndihmoj shumë. Mbylla me zjarë që bie ashtu, zjarë i gjellës, kupto, beqera fjala, se gjithmonë na ndodh edhe kjo tjetra, që kur vë fasule të zjarë, të cilat i vëm ca si shpesh në Shqipëri, fasule të zjarë, çdo të hënë, kur vë fasule të zjarë dhe dalim në mëngjes, për të ikur në punë, gjithmonë, sa arri në punë, më merr në telefon, edhe më thot, alo Romir, digjë, e kemi hequr fasulen nga zjarri? Nuk e kuptoj pse flet shumës. I them si e kemi hequr. Nëse e ke vënë ti, duhet ta kesh hequr ti. Unë çyn këtë mes. S'ka problem, thot ti bëj si duash, inshallah s'bie zjarr në shtëpi. Lë punën, djerës të ftohta më shkojnë. Shkoj me vrap në shtëpi, hap derën, shoh sobën, soba është e fikur, më merr telefon, e kishim hequr. Kjo pra ishte warm-upi, ngrohja. Besoj, u ngrohët, apo jo? Atere, mirë mbrëma dhe natën e mirë. Doli i djaliri, fut e mund të ashti. Atere, si që vëjo thoja, jam shumë emocionuar, sepse me thënë drejten, për te shakas, ajo që unë kam gjithmonë merak kur dalë në stand-up përpara një publiku të cilin nuk e njoh, pra nuk ja di shihet, gjithmonë kam atë merakun, a do ta kuptojnë humorin, në më thënë që bëj unë apo jo. Edhe vërtet, kam dhënë shfaqje kudo, në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoni, në Malzi, në Zvicër. Këtu nuk kam dhënë, kjo është era e parë. Kapni në gjë me dorë. Është era e parë. Dhe, gjithsesi, kam kuptuar një gjë, që shqiptarët, kudo që ndodhen, ande edhe këndej kufirit, kudo në gjithë botën, e kuptojnë humorin një lloj. Kam kuptuar që ne shqiptarët bëjmë humor
dhe qeshim fort. Dhe kjo është një gjë shumë e mirë sepse jemi popull me humor. Kemi humor, domethënë, deri në kufite e anormales. Më kujtohet për shembull më kujtohet një ndolli për shembull kur kam qenë në Ulqin, në Ulqin në plazh, në pushime. Në Ulqin ka një plazh që i thon Mala Plaza, është plazh i vogël, plazh i qytetit. Ai plazh është aq i vogël, po aq i vogël, sa që njerëzit aty rrin byth më byth. For real, ke një byth këtu dhe një këtu. Dhe një moment njëri nxori këmbën dhe filloi të priste thonjtë këmbës tuk e fytyra ime. U ktheva dhe i thash, po, for real. U ktheva dhe i thash, shqiptarje? Po. Që të po më dha? Po cilë, jo po nxirë dhe këmbën tjetër. Hajde me tha se vllazën jemi, tha. Edhe qeshte dhe kruan të undën. Se me qira fjala në shqiptarët e kruajmë në undën. Yeah, for real, sure. Sidomos përpara semaforit, po të shofësh, ndërkohë që pret hapet semafori, do shofësh nga makina tjetër, është njëri që dhe në shkon gishti deri ke truri i vogël. Gjithsesi. Anyhow. Kemi një humor të papar. Ama, si që jemi të njëjtë mes vetes, ashtu ndryshojmë shumë nga pjesa tjetër e botës, nga të huajt. Dhe unë këtë e kam vënë re, sidomos kur dal jashtë Shqipërisë, kur udhtoj. Unë udhtoj shpesh, kam filluar të udhtoj më shpesh këto 2 vitet e fundit, që mbasi mbusha 50 vjeç. E di, nuk jap për 50 vjeç, jap për më i ri. Faleminderit, Ylka, për komplimentin. Po, kam bërë ca ndërhyrje, kam mbjellur flokët. Kam bërë një operacion këtu, ke syt. Edhe që mbasi kam bërë këto operacione urinova. Jam më i ri, domethënë, jo se mos më rësi. Që bjash punë drejqe. Jam rinuar, duhet të them. Edhe kam qef të vazhdoj të bëj operacione, do bëj hundën, dhëmbët, do shta bashkoj dhe veshët, se është bërë në moda ndaj nga Shqipëria, që bëjnë operacione, të bëhem i ri, të rinohem, si të thuash. Edhe pikërisht momenti pra që unë ndrova prefiksin nga 4 në 5, kur mbusha 50 vjeç pra, më vjen gruaja dhe më thotë të kam bërë dhurat 2 bileta që ta festojmë ditëlindjen jashtë shtetit. Surprizë. Dhe u gëzova shumë, vërtet u gëzova shumë, sepse, me thënë drejtën, edhe për këtë më vret pak ndërgjegja, unë nuk kam shumë lidhje me surprizat. Unë nuk para bëj dhurata, nuk e kam zakon. Në vetja dhurat që unë i bëj gruas, ja kam bërë gjithë jetën, që kur kemi qenë dashuruar deri tani, janë lulet. Nuk e kuptoj pse gratë gëzohen me lule, është një mister, vazhdojnë instituti i Massachusettsit, po bën studime që ta kuptoj pse gratë kënaqen me një lule, anyhow, por mua historia e dhuratave të mia me gruan është kjo. Qysh të dashuruar, si fillim i dhuroja një karafil të vogël, se edhe rrogën e kisha të vogël. Pasaj me kalim në kohës, u fejuam 3 karafila, martes një buqet me lule, tani i dhuroj një vazo të madhe, sepse sigurisht rrogën, jo, vazhdoj ta kem të vogël. Vazon e fundit me lule, ja dhurova për 8 marsin e fundit. I kisha porositur një deg limoni. Surprizë. Zbresim në 8 mars në mëngjes nga shtëpia, ke kafja poshtë, që të mos i bija në sy, derisa të vite surpriza, edhe në fund erdhi surpriza, vjen një kamion i madh, edhe zbret me vinç një vazo, me një pem limoni brenda. Erdhi pronari i lokalit, tha, mund ta heqësh, tha, se më ke zënë parkingun e makinës sa përpara lokalit. E morëm me gruan të 2, kuptohet, surprizën, e ngjitëm në ashensor, shpile kam në 40, qatë ditë ashensori nuk punon, njerëz çuditshëm, ças fusin nëpër ashensor, se frikshme. Është e frikshme. Pra, deri këtu jam unë me surpriza. E vetja surprizë që kam provuar unë të bëj në jetë ka qenë për ditëlindjen e mamas, për vjetorin e mamas 60 vjetor. Jam blodha të gjithë motra, vlezër, se janë një 7-8 fëmijë, o 7-8, asnjë s'kam kuptuar.
kam një teze në Itali, kam një teze këtu në Amerikë, kam një daj në Greqi, jam blodha të gjithë, ja futa në një lokal, fikëm dritat në errësirë, e prun maman aty ke dera, sa u hap dera, bërtitëm të gjithë, ishim një 37 veta, surprise! I shkoi mamas tensioni 5/32. Pra me pak fjalë për vjetor, mamaja desh ta ngeli në dorë. Kështu që unë që atëherë kam hequr dorë, unë nuk merrem më, nuk bëj surpriza, se nuk më mban, jo për ndonjë gjë. U kënaqa kaq shumë, u gëzova kaq shumë nga surpriza që më bëri gruaja për ditëlindje, dhe kur mi la ato 2 biletat në dorë, unë sikur u rinova për herë të tretë. Jo për një gjë, po mua më pëlqejnë shumë udhëtimet jashtë Shqipërisë, sepse sikur ajrosem, sikur largohem pak nga Shqipëria. Por ti mund të largohesh nga Shqipëria, por nuk mund të largohesh dot nga shqiptarët. Shqiptar ka kudo, everywhere. Dallohen me njerë. Sidomos në aeroporti dallon me njerë. Si dallohet një aeroport në shqiptar? Një shqiptar në aeroport. Dallohet sepse është një person i cili përveç valixhes që e tërheq, ka dhe 3-4 qese. Si kuptoj pse i mban qese, futi në valixhe. Jo, dallohet për njerë. Sidomos dallohen këto moshat pak më të si thua të treta, të themi këta që udhtojnë për herë të parë jashtë shtetit. Ata dallohen më shumë. Kështu na qelloi edhe ne një xhaxh në aeroport kur u nisëm për surprizën e ditëlindjes, na qelloi një xhaxh i cili ishte shumë i agituar, ai xhaxhi dhe shkonte vite kështu her pas here, edhe pash edhe u përpoqja ta qetësoj, më kupton? U futëm atje tek kontrolli bagazheve, edhe një moment i hoqi ato rrypat, edhe do të më shku direkt tek polici, i thash xhaxh. Nuk lejohet, i thash. Si s'lejohet? Nuk lejohet, i thash. Rregulli është që duhet të hecësh zigzag nëpër këto korridoret, edhe të vihesh në rresht, i thash. Mu kthye. Unë të vijem në rresht. Mu s'u kam vonë në rresht në kohë dullës të më fusi mu këta në rresht. Xhaxhi thash, po kështu është rregulli. Ndërkohë zori një shishe ujë nga çanta. I thash xhaxh. Shishen e ujit lere këtu, i thash, se ta merr policia ti, i thash, nuk ta lejnë. Të më marr polici mua, thash, shishen e ujit. Po u tha këtë më mire pi, thash, se sa t'jaja policit. E të filloj, gyp. Shishe 2 litroshe ujë. E piu si gamilje. Edhe ndërkohë që bënte pushim, ndalonte dhe thoshte, të pio qerata, se t'kam blerë me para. E marroi gjithë shishe vetëm që mos jetë të policit. Edhe vërtet, është e çuditshme, po pse xhanëm, pse vetëm ne shqiptarëve në aeroport, vetëm ne na ndalojnë, dhe mi që na ndalojnë, dhe mi që na heqin rripin, na heqin dhe kpucët. Vetëm neve na i hapin valixhet edhe na heqin ato djathi kaçkavall. Mishin e pastërman, fasulet, rakin, që të lehtësohet valixha, më kupton? Vetëm në shqiptarëve na i mbajnë në aeroport këto aftershave, shampo, shkuma e rrojës, ku diun, ama. Vetëm ne shqiptarët ja u marrim hakun, sepse gjithmonë nëpër aeroporte, nëpër duty free, shikon shqiptari që jedhin parfum njëri tjetrit. Harxojnë parfumin e duty free-s, për t'ja u marr hakun. U afruam tek avioni. Tek avioni aty tek shkallët, xhaxhi shtynte. I thash, xhaxh, mos shty më burri, thash, mos shty sepse avioni nuk niset, qofse sypim të gjithë. Si ty shi pari, si ty shi fundit, nuk ka kuptim, domethënë do presë shtypim bashkë. Më thot gruaja. Lere, tha, ç'merresh me xhaxhin, tha. Budalla, tha, hapi rrugën. Ati nuk ja tha me përkëveli. Ja tha budalla. Me qëra fjala, se kam kuptuar kur. Vetëm ne shqiptarët e kemi shprehen budallajt hapi rrugën. Fal. Në botë, në qoftë se je budalla, të marrin, të çojnë në spital, të mjekojnë, kurse ne i hapim rrugën. Imagjino ti e duke ecur në rrugë, të del dikush përpara, dhe është korridori, i thua, a mund të, jo, nuk ajo.
Po se duhet, jo nuk kaloj unë, se unë jam budalla. Je budalla, kalo, të lutem. Dhe budallajt basi hap rrugë, budallajt ty për kurriz. Pastaj budallajt bëhet deputet, bëhet ministër, bëhet kryeministër. Po, dhe të komandon pastaj budallaj, ka jetën tënde në dorë. Unë gjitëm në avion, biletat ta kishin rënë, se normal, do surpriza ishte me këto biletat e lira, si që thash me këto çanta 10 kilçe. Biletat ta kishin rënë mua në fillim të avionit, gruas në fund fare të avionit. Po i kishin rënë një vend shumë i mirë, si për motorit të avionit. Vendi më i sigurt. Para se të ulem, shoh gruan që ma bënte me dorë nga fundi i avionit, që hajde pak, thash çka ka bova kish, me vrapi thash, mi gru. Tha më bëj një foto këtu me këtë dritaren me krahun e avionit, sa në Instagram. Ja bëra foton, edhe më ardh të kthehem prapë me krahun tjetër të avionit në fillim që të ulem, dhe ndërkohë që po shkoja, ai stewardesi që fliste me një zë gejshe, e la anglisht dhe më kthye shqip, edhe më thoshe, zotri, ulu se do ngrihemi. Thash, po ky çpati më dha, nuk e kuptova çka kapi me mua. Se të njëjtin muhabet bëri edhe kur zbritëm. Kur zbritëm më tha, mos u ngri se po ulemi. Ula ke vendim, dhe kë kisha afër, do thonë jo. Xhaxhi që kishte vënë një astek këtu, e kishte për herë të parë avionin, dhe nuk e dija e keni vënë re ju, po unë e kam vënë gjithmonë. Si ka mundësi që gjithmonë në avionet ku ka shqiptar, sa po ulesh, shikon përpara duar. Që lëvizin ato çuçulyqet lart. Çaka kjo, ta shtypte, po kjo çaka. Vetëm duar shikon. Edhe gjithmonë vjen ai stewardesi me vrap dhe thotë, yes sir. Jo, kot, e shtypa unë kot, më fal. Me qëra fjalla, se kam këtu kur, pse në për avionët që ka shqiptar ka gjithmonë stewardess, ka çuna, si sta pasur një gocë. Vetëm çuna ka. Ula, filloi avioni, avash, të lëviste, të ngrihej, edhe një moment që xhaxhi nga stresi filloi të bënte muhabet, po sa llafazan që ishte aq llafazan sa që një moment mendova më mirë t'isha ul me gruan. Gruaja ime flet më pak se ai xhaxhi. Filloi xhaxhi, si kanë ardhur kohët, tha, ka lëvizur kohët, tash tha iket me pushime, tha me avion, ja unë do ikë ke kalamaj, tha, se çfarë ti bëj kalamajve, tha, se unë sypi në avion, tha, po do ikë me pushime ke kalamaj, tha. Dikur, tha, kur iknim ne me pushime, tha, e mbaj mend si tash, tha, në kohën e Dullës, tha. Në kohën e Dullës, tha, merrnin një zuk që shpëndante latat e druve. Edhe zuku ishte i ndarë kështu në 6 kuadrata, që mbushe me lata drush, dhe merrnim nga një kuadrat për çdo familje. Edhe mbushim se cili kuadratin e vetë fustim patanie, tigana, fornella me vajguri, gratë, fëmijët, gjithë aty. Edhe mbaj mend si tash, tha, që dilta aty kemi Alduri, tha, e kemi pasur shtëpi, tha, dilta i Bullgari, tha, i ambasadës në orën 2 të mëngjesit, e na shifte ne si ai dut të ngarku kamionin, dhe ja bote edhe në Albanezi, në vakanca. Me qëra fjalla unë di dhe italisht shumë mirë, sa anglisht e qaj. Anglisht e qaj, sidomos nga udhtimet, unë e kam perfeksionuar anglisht e qysh nga udhtimi i parë i muajit mjartit, kur keni dalë për pushime për honeymoon. Nuk e thash me më përpara. Thash honeymoon. Çu i thot apo jo? Honeymoon. Honeymoon. Okay. Anyhow. Honeymoon. Okay. Ndërkohë fliste xhaxhi pa fund, dhe haruam që ishim ngjitur avash, avioni ishte në ajër, një moment filluan turbulencat, filloi të dridhej avioni, bu. Edhe xhaxhi që nga sikleti tha, nuk duhet jetë rruga me gropa, tha, edhe bënte humor. Në qëra fjala asnjëherë se kam kuptuar pse në për avion ku ka shqiptar, ka gjithmonë dhe shumë fëmijë.
të cilët qajnë shumë edhe kur ngrihet avioni, po qajnë dhe më shumë kur zbret avioni. Po qajnë si dhe për ato filmat me luft. Qajnë ai shumë sa që më bëhet i them atë batutën e famshme të atij filmi, çka ka i fëmijë, jepini diçka të pi. Jam gati të nxjerr gjirit, ja për të pirë, vetëm pushoj. Ndërkohë turbulencat vazhdonin dhe unë i thash xhaxhit nuk ka rruga gropa, i thash, po turbulencat thash janë sepse unë e pash të celular thash përpara se të niseshim që do të kishte shtrëngata lokale, shira lokale. Po më tha xhaxhi ti mos ri lokal, tha që mos të kapi shiu. Ma hoqi zari po them. Më mirë isha ul me grun, ma hoqi zari. Dhe kulmi ishte kur një shqiptar mbrapa me i përti se piloti, o shqipe, ngrije çik më lart avionin që të mos tundet. Sepse sigurisht sepse ne shqiptarët nuk kemi frikë nga turbulencat. Ne s'kemi frikë nga asgjë, as nga turbulencat, nuk kemi frikë as nga tërmetet. E dini ju se ku u futën shqiptarët kur ai tërmeti fundit në Tiranë, ai i tmerrshmi? Mbasi ra tërmeti. E dini se ku u futën? U futën poshtë pallatit, te kafet poshtë pallatit. Që të pristin a do binte tërmet tjetër apo jo. Kupton? Vetëm ne mund ta bëjmë këtë. Gjithsesi, arritëm atje në destinacion, ishte një vend jashtëzakonshëm, ishte dita ime e ditëlindjes, të nesërmen do ktheheshim, se aq ishte udhëtimi sigurisht, dhe u kënaqëm shumë, por edhe u lodhëm shumë, sepse na vajti gjithë dita tram, tren, metro. Na vajti pothuajse gjithë dita underground. Unë nuk pash asgjë. Ndonjëherë kur dilim në ndonjë stacion metroje dhe ata kanë një gjë të mirë që gjithmonë stacionet e metrove i ndërtojnë, i vënë ose afër ndonjë pjace të bukur ose afër ndonjë katedrale, e kanë këtë të mirë stacionet e metros që kur del shef katedrale apo me qira fjala, tani po kujtohem. Prandaj vinë ai shumë turistë në Shqipëri. 10 milion, 15 milion, sepse nuk jetojnë underground, jetojnë në sipërfaqe. Dhe po t'i shohësh turistët e huaj në Shqipëri janë gjithkohë. Habiten aq shumë sa se keni iden, kupton? Sepse ne metro nuk kemi. Ne në Tiranë, kush e mban mend, në kohën e Dullës, maksimumi kemi pasur banjo publike underground. Biles atëherë tregonin edhe një histori, kështu që kur merr një shqiptar të futet ke banjat publike poshtë, kalon një turist i huaj nga ata të pak që vinë atëherë dhe pyet metro, jo i tha shqiptari, me centimetro. Gjithsesi mbaroi ajo dita e festimit të ditëlindjes sime dhe duhet të ktheheshim të nesërmen, unë tashmë kisha mbushur 50 vjeç. Shi ndryshim shumë i madh ndrimi prefiksit nga 4 në 5, domethënë bie njeriu me njerëz, e çuditshme domethënë. Unë kisha mbushur tashmë 50 vjeç edhe e ndija veten nuk e di si të lodhur, si shkoj aty në aeroport, nuk gjenim dot gate-in, i thash gruas, hajde ndiqem këtë burrin se dosha ky e di mirë. Mbas nesh u bë një rresht i madh me shqiptar, vajte mas atij burrit. Pasi kuptuam që ai hyri në banjo, e lama të burrin, pastaj vazhduam aty ke check-in, fillova të shtyje dhe unë, domethënë, se mosha bën vetëm 50 vjeç, nuk është pak. Edhe aty ke shkallët e avionit fillova të shtyje, tha gruaja, po mos shtyje më burr, tha se do hypim, e di, po jam nervoz, dua të shkoj, të ikë në shtëpi, se jam i lodhur, kupton? Shkojmë atje, futemi në avion, biletat e kishim afër. Me gruan të dy bashkë, oqe, dhe nga krau tjetër, nga kisha do thoni ju. Xhaxhi sigurisht. Xhaxhi kishte blerë dhe një astak nga ato që vjen këtu te qapa, kuptohet? Edhe ishte pik Xhaxhi, ishte bër pik, i kishte prir jashtë shtetit. I them Xhaxhit, Xhaxhi më hapi çika stekun, i thash se kam një si, nuk e di, s'ndije mirë që dje, domethënë që mbasi mbusha 50 vjeç, kam një më dhëm qafa, thash edhe të kem ta mbyll të çuçulyqit dhe i kapa vetëm në durën për pjet, të shtyp dhe unë ato, kupton? Erdhi stewardesi, tha çfarë po bën? No, i thash, jo, thash po shtyp. Më tha anglisht, tjetër tha, të lutem tha, mos, sepse ju e keni zakon, mos i shtyp më ato. U kuptuam? Edhe unë me anglishtën time që i thash, of course. Nuk e di pse ai qeshi se kuptoi, por unë jam mirë, apo jo? Çu thuaj? Of course? Okej. Vazhduam rrugën, sigurisht, Xhaxhi filloi të thoshte, nuk fliste, çuditërisht fillova unë të flisja, isha bërë si Xhaxhi,
I thash një moment që ja, nuk po niset avioni, po vjen vërdall se s'ka marrë komandën nga kulla e vrojtimit, ai më pa një herë kështu, u bezdis si duket prej meje. Edhe tha, do më falësh hape pak vend, i tha se dua të ikë në banjë. Edhe shkoi në banjë. I thash, po vi dhe unë, thash, bëjmë një dorë muhabet. Edhe shkoi pas xhaxhit. Me qëra fjallën nuk e kam kuptuar kur, pse në avionit ku ka shqiptar, gjithmonë atje tek dera e banjës avionit, ka një tuf me burra që rinë aty. Dhe që bëjnë muhabet, që presin të lirohet banjo. Biles nga që dera e banjës është afër derës pilotit, duket sikur ata po bëjnë plan që të rrëmbejnë avionin. Dhe rinë aty, në fakt, s'kan thaj, se që do bësh, je në ajër, do shkosh disi diku që të lirohesh, kupton? Është ndryshe kur ti udhton me makinë, për shkak. Kur udhton me makinë, nuk ka problem që të lirohesh. Unë për shkak udhtoj shpesh me makinën time, ka një makinë të 2004-s, po nuk është makinë e keqe, në 2004 ajo është shpallur Car of the Year, kështu thuhet. Okej. Jo, shenik, nuk është, nëse s'ka një të mos bëjmë reklam. Dhe unë kur udhtoj me makinë jashtë Tiranës në rrugë të gjata, sa po më zë, unë ndaloj një sekond makinën dhe e bëj aty. Në anë të rrugës, në mes të rrugës, si tjetër rasti, nuk ka rëndësi. Po ku ka më bukur kur njeriu bëhet njësh me natyrën? Ku ka më bukur edhe për sytë e turistëve që vërtiten në për rrugët e Shqipërisë, që kur kalojnë rrugëve, shohin një makinë të ndaluar, edhe njërin që i ka kthy kurrizin makinës dhe fytyrën rrugës. Ku ka më bukur? Kur bëhesh njësh me natyrën. Kështu që është pa diskutim më mirë kur udhton me makinë për sa i përket kësaj pune. Se në avion do presësh derisa të krijohet rradha. Kthehem nga banjo, ulem dhe shikoj gruan që se si më shikonte. Tha, seriozisht e ke? Tha, ç'a bëra? Bëra një gabim? Ndite, tha, 2 orë me ata pliq aty, tha, dhe bëre muhabet aty që zduron, do të tha lëkurën të atë, tha, rrobat e tua. E ke shumë gabim, tha, që ishi burrat mirë. U knaqën, ke i futi muhabet, s'kishim dominoj, tha, se do knaqeshim. Mosha bën vetën, sigurisht. Po mirë, tha, po ti seriozisht e ke, tha, se s'po të kuptoj. Edhe vërtet unë e kam këtë problem, jo vetëm me gruan, po e kam përgjithësi këtë problem në jetë. Problemi im është që kur flas seriozisht, më marrin me shaka. Kur bëj shaka, më marrin seriozisht. Nuk di se si ta zgjidh. Është si puna, më kujtoi një histori kur kam qenë për herë të parë këtu në Amerikë, se tash e kam herën e dytë. Për herë të parë unë kam ardhur këtu para 10 vjetësh, kur u martua motra ime. Motra jeton këtu, në një shtet tjetër. Është martuar me një Amerikan. Dhe vi dhe impresioni i parë për Amerikën, wow, Amerika e madhe. Rrugët e mëdha, shtëpitë e mëdha, hamburgeri i madh, Coca-Cola e madhe. Edhe ne 4 njerëz të mëdhenj, se vajtëm familjarisht, babai, nona dhe 2 vëllezrit. 4 njerëz të mëdhenj që rrinim në shtëpi dhe ha, pi, rri, fli, luaj me domino. Se çdo bënim, Amerikë. Po gjithsesi, është, domethënë, kjo puna e madhe, të largëta, largësitë, gjatësitë e rrugëve, kam vënë re kësaj radhe, GPS-i, skenat e mia bashkë me ti me shoqe, këto ditë janë ne të dy që jemi si pul pa kokë, dhe një mik, mikesh ose një afërm që na shoqëron që është me celular, e thot. Dhe masi ke ecur 1 orë, thot. Second Avenue, 12th Street, ku diun, ku po shkojmë? Apo edhe me çanta shpinë kështu, si turist. Anyhow, po tregoja për herën e parë në Amerikë me motrën, historia që më kujtua, që kulmi ishte kur uleshim të hanim drek. Uleshim të 4,
sigurisht edhe motra me vjerën, me krushkën, domethënë vjera amerikane, uleshim tanim drek edhe shikonim përpara nesh pjata bosh. Do ham në sot apo jo? Qau pra, tha motra, qau, ja ku e ke të gjerën, mbushe edhe ha. Se këtu kështu është rregulli, nuk ta hedh njëri përpara, merre mbushe vetë, sa të hahet, sa të hahet. Çohem unë në pjatën time, thot vllai, je që je mbushe edhe pjatën time. Çohet babi nga krau tjetër, Rafet pas, është për Rafet. Çohet babi nga krau, jam të pi ilaçet, je që je mbushe edhe pjatën time. Çohet mamja nga krau tjetër dhe përti, s'ju vjet turp, tregomer. Çohuni mbushi pjatat. Që është rregulli, se çfarë doni t'ja u fusi goj, që e ka rregulli. Dhe ndërkohë vjera e motrës Krushka, që i thot motrës, çfarë kanë prindrit, pse zihen? Jo, nuk po zihen, po unë i dëgjoj që ata bërtasin. No. Është një bisedë familjare. Bisedë familjare me gishta në vesh, se kuptoj. Ulemi, ja hedhin, ja hodha unë ato gjellërat, ku di unë i mbusha pjatat, sa ullëm, s'ka buk. Se këtu, unë e kam kuptu që herën e parë, po dhe tash herën e dytë, me gjithë dhe herën e dytë u kujdesën që të kishin buk, po gjithsesi, ju e dini më mirë, do më dhe buka këtu, ku di unë, buk thekre, e qullur, e ngjeshur, e fotur në frigorifer, ka brenda qershi, manafera. Vjera ime thot, po ham kek apo buk, se s'pa kuptoj. S'ka buk, tha burri motrës. Në shkoj të blejon, iku një orë me makinë. Se janë dhe dyqanet largë. Edhe një orë tjetër që u kthye. Mas 2 orësh e solli bukën e la, fillojmë. Mami, më kam qefti edhe i qik krip, mamaj. Do i qik krip se shumë të la gjonat këto. Ka krip, s'ka krip. U qua burri motrës si ku prap. Edhe një orë tjetër, bleu krip, mas një orë u kthye, erdhi kripa më në fund. E marrim kripën e hedhim, e hedhi pari, e hedhi dyti, mamaja ishte e fundit, e 4. E merr dhe mamaja, edhe nuk shkundej ma jo, sepse e kishim shkundur ne, e hapja të kapakun, mori hodhi që krip në dorë, ja hodhi gjellës, edhe e mbylli. Mamaja ime ka një marrëdhënie të çuditshme me kapakët. Ajo mendon se i ka mbyllur. Por ajo nuk i mbyll asnjëherë. Bëri sikur e mbylli këtë të kripes, edhe zgjat dorën Krushka që të marrë kripën dhe tha, no, kripa lihet këtu. Mere vetë, se po ta dhash unë zihemi. Dhe ndërkohë përtistim, me çdo muhabet me zë të lartë, sa na tha motra, ore, jeni në Terezi apo jo? Po jeni në Terezi, më na turpruat, po përpiquni të qeshni një çik, se kur keni ardhur vetëm përtisti, vetëm ne vrikoseni. Po qeshti. Mirë më motra i thash, do përpiqemi, do qeshim. Ndërkohë vjera merr kripën dhe ja hedh gjellës. Sa kemi qeshur. O, sa kemi qesh familjarisht. Familjarisht kemi qesh. Na u kthye motra, tu ka fshu buza. Qa bënë, mos qeshti. Mos qeshti se na turpëruat me. Tha mamaja po ndaje këtë punë. Se kur flasim seriozisht ta thua qesh, kur qeshim thua flisim seriozisht. Kështu është edhe puna ime, kjo është story of my life, edhe unë e kam këtë problem gjithmonë në jetë. Gjithsesi që të mos shkëputemi nga historia, si përfundim arritëm në aeroport dhe unë e ndjej që avioni zbriti kur gomat e rrotat u tronditën, po ndërkohë kishte zë gjumi, kuptohet, siç flihet në avion që flia. U zgjova, hapa syt dhe ç'të shoh. Shoh si për kokës time 7 shqiptarë që rrinin kështu. Nuk e kam kuptu kur. Pse shqiptarët në avion, kur avioni zbret, të parët janë që i heqin ato rrypat, dalin aty ka i koridori dhe rrinë kështu.
Kur se kam kuptu. Në atë kohë dhe mua se si më kapi një si shtrëngim dhe qohem edhe unë edhe më thot një qunë aty, ku po qohesh, me se s'ka ndalu avioni akoma, qatë zuri parku të? Veç po kam një si shtrëngim, i thash edhe nga që u qova që të shkrythe pak Gjaxhi. Hernje. Ke hernje, mos e diskuto. E ke këtu ke qapoko. Hernje. Gjatësia po. Pesha po e po, me gjatësin. Mosha po e po. Edhe u shqetësova se mendova, unë djem mbusha 50 vjeç. Sot u bëra me hernje, si ka mundësi. Ndërkohë Gjaxhi më pyeti, sa vjeçje? Po i thash edhe në atë kohë më kujtua një vit më përpara, kur mbusha 49, që erdhi mamaja dhe më tha, sot mbushe 49, por ke rënë për 50. Kështu që i thash Gjaxhi, unë pardje isha 49, dje mbusha 50, sot jam të ra për 51, i thash. Dhe kur mbush 50, sigurisht, ata që e kanë kaluar, më kuptojnë mirë ke këto që do them, kur mbush 50, fillojnë sigurisht probleme, ose më saktë është mirë ta ruash veten përsa i përket anës shëndetësore, sepse ka një lloj ramje në drejt 51-shit, kuptohet? Unë për shkakun përpiqem gjithmonë të mbaj veten, të ruaj veten nga ana shëndetësore. Gruaja më detyron të bëj dietë, është shumë e rëndësishme. Gjithmonë në darkë, për shkakun kur ulemi të ham, gjithë pjesëtarët e familjes, djali, vajza, gruaja han si normalisht, kurse mua më thot gruaja, ti hakos. I dhe po pse? Hakos që natën ti jesh i lehtë, të flesh i lehtë. I thash një ditë, o gru, po unë natën nuk do fluturoj. Mund të ha dhe unë normalisht. Dhe që kush e merr vesh se qa po ham, do më thënë, se me këto ushqimet e konservuara, edhe me kosë mi qëra fjalla. Angra kos një ditë, më ra një pikë kos, më ngeli njollë. Se dim qa kam. Ha çokollatë të zezë, 99.9%, kur deli jashtë ngjyrë të zezë, thua, mos kam një probleme mëlqin. Po problemi më i madh ishte kur isha në një hotel para ca kohësh, edhe shkoj në tualet, edhe u ula aty dhe një moment pa lëvizur, si që isha u shtrëngova njërë fort, dhe përse kur rapa syt ishte errësirë. Thash grum, duket se u verbova. Ha, tha ti e budalla. Ha, sa trap që je, më fal, jo budalla, trap. Është tualeti, tha banjo, është me sensor, tha, me sensor. Nga që ke ndenjur pa lëvizur, fiket ajo. Thash, qësh po ky sensori, thash, duhet ulesh të banjo dhe që të mos fike drita duhet ja bësh kështu. Ose futesh në dushe dhe bë dushe duke kërcy. E pasaj sigurisht si çdo shqiptar, edhe unë fillova të vras mendjen. Ku i kam vënë sensoret këta? Me dashmi i prish për shumë, si prisha këto? Se ne kemi meni veç me prish, nuk kemi meni me rregullu. Isha njerë me një shok nga këto akuariumet e mdhejnë, po shikoni një nga këto akuariumet e mdhejnë me peshë, do me thënë, dhe një shoku afrua xhamin tha, po me dash me e thy këtë, për shumë, si thy? Pse mërdaj, pse? Sepse ne, shqiptarët, çdo gjë e shohim ndryshe. Dhe e fundit, për t'ju treguar me një shembull konkret, se si ne i shohim gjërat ndryshe, e fundit, është shembulli se si ne shqiptarët shikojmë filmat. Në qoftë se jemi duke parë një film, ku në vilë, i zoti vilës është në katë të dytë dhe po fle natën, po fle gjumë, dhe në katë të parë një hajdut hap dritaren, futet nga dritare dhe fillon dhe vje dhe vilën. Ne shqiptarët bëjmë tifozik me hajdutin. Sa po shojmë zotin e shtëpisë që zgjohet i themi, ikse të kapi! Ndërkohë që bota është ndryshe. Nëse bota e shef të film, i thot zotit shtëpisë, shpejt kape e duti se e ke poshtë, e ka t'i parë. Kjo ishte, faleminderit. Faleminderit.